Mirë se vini në një episod tjetër të Homecast. Në këtë episod do të flasim paksa ndryshe për vizionin që vetë Pythoni Group ka. Pra do flasim për projektet e ndërtimit, për ato që sjellim në Tiranë dhe jashtë Tiranës. Unë kam kënaqësinë që këtë episod ta ndaj me një kolektimin, të cilat ka qenë prezent në shumë nga projektet e Pythoni Group. Mirë se vjen në studion e Homecast Ambri Pelinku. Mirë se gjej Elber, faleminderit për ftesën. E dim që Pythoni Group po bën ndërtime në Tiranë dhe në Bregdet. Për të gjithë ju keni parë edhe të gjitha katalogjet të afishuar këtu mbi tavolinën tonë të Homecastit, kështu që do flasim për të gjitha projektet. Për Tirana Boulevard, Lekshor, si dhe shumë projekte të tjera që Ambri do implementojmë gjitha me radhë. Le ta fillojmë nga një nga projektet kryesore të Pythoni Group. Patjetër. Tirana Boulevard. Të lutem Ambri, dua që për gjithë ato që po na shohin sot, le të na japësh një koncept si ka lindur Tirana Boulevardi dhe pak a shumë vizioni arkitektonik i këtij projekti. Tirana Boulevard është një projekt shumë ambicioz, është i vendosur në zemër të bulevardit Tiranës. Është një projekt që ka marrë inicim normalisht nga konteksti urban, nga tradita e vendit. Okay. Ka një formë, një volumetri ti duhet ta kesh patjetër. Patjetër, dhe besoj dhe gjithë ato që na ndjekin do ta shikojnë me renderat. Patjetër, është një volumetri shumë interesante që po ta vëmë re, domethënë aty është ndërtuar një urban room, një dhomë siç e quajnë dhe arkitekti projektues, ku tek kjo dhoma tentojmë që të fusim gjithë komunitetin, pra të ndërtojmë një zonë komunitare. Pra është ndërtuar pak a shumë, është frymëzuar si koncept nga tradita dhe nga kjo jetesa urbane. Po tek ky projekt, cilet janë pak a shumë si zhvillohet i gjithë pjesa e gjithëbërimit, katet janë vendosura, më flit pak a shumë për këto mënyra se si është i pozicionuar i gjithë ky projekt. Bëjmë fjalë për një objekt që ka 25 kate, ku 6 katet e para janë të dedikuara për zyra, për funksione shitje, retailing për çdo gjë, ku kjo formë që ka realizuar arkitekti tenton që të integrojë sa më shumë komunitetin, pra ndërlidhja ndërmjet terracave që krijohen nëpërmjet shkallareve, tenton të krijojë një frymë sa më bashkëlidhëse për komunitetin. Pastaj në lartësi vazhdon zhvillohet me apartamentet, 1+1, 2+1, 3+1, sa deri në katet e sipër, ku pastaj kemi një gjë prap një risi tjetër që ne e quajmë Sky Village, pra një fshat qiellor. Okej. Ku gjithë të apartamentet që do jenë vendosura në atë pjesë do kenë oborret e veta të brendshme në majat e objektit. Kjo është një në risi në gjërat më interesante që Si është përpost kësaj pjese, si është e konceptuar edhe pjesa e poshtë e parkimeve? Do të thënë në sa kate është minus pjesa poshtë? Kemi 4 kate parkime në tokë. Okej. Që patjetër do të thënë gjitha janë të menduara se sa do okupohet, se sa do zihet ky objekt, pra për gjithë banorët, për gjithë zyrat, për gjithë hapësirat komerciale, gjitha duhet të kenë postin e vet parkimit. Okej. Që kate parkim janë më se të mjaftueshme për, do të thënë ka një raport midis pjesës së ndërtimit lart, strukturës lart, pjesën poshtë ku akomodohen për strukturën, sepse ndihmon strukturën që performojë më mirë në situata tërmetesh, qoftë edhe për okupimin e gjithë zonave për MEP, siç i quajmë ne, pra për mirë funksionimin integral të godinës, të gjithë godinës. Po në aspektin teknik, cilat janë ndonjë teknologji moderne që ndërtohen kur bëhet fjalë për këto ndërtime kaq kolosale? A ka ndonjë risi në gjithë gjërat, ose si e kanë menduar ta zhvillojnë pak a shumë arkitektët të gjithë këtë lloj ndërtese? Po kur bëjmë fjalë për objekte të tilla, pa teknologji, domethënë nuk i arrim dot. Sepse bëjmë fjalë për objekte 25 kaçe që kalojnë në tjetër nivel nevoje për siguri. Okej. Pra si për çështje evakuimi në raste zjarresh, në raste tërmetesh, në raste të performancës se si duhet objekti të performojë në mënyrë që banorët, domethënë ta ndjejnë investimin që kanë bërë. Okej. Teknologjia është në çdo cep, që nga jashtë, që nga fasada deri në detajet më të thella të objektit. Dhe konkretisht çfarë kemi përdorur diçka konkrete te fasada? Te fasada bëjmë fjalë për një fasadë estetikisht shumë të arrirë, teknologjikisht shumë të përzgjedhur, domethënë për të flasim për një fasadë të ventiluar, patjetër. Patjetër, okay. Në fasadë tentohet të përcillet
koncepti një herë fillimisht, pra Tradita o Parlua, patjetër. Tradita duke u lidhur me materialet e zonës, pra, që ne kemi gurin si përdorim të zakonshëm, por të sjell një variant pak më modern, pak më teknologjik, pak më ekonomik, sepse ne na duhet që të rrisim performancën e objektit edhe kosën, do të kemi parasysh, sepse nuk duam që të bëjmë objekte shumë të shtrenjta që të jenë të vështira për të blerë. Le të themi që është një nga investimet më të bukura, sepse zona ku po ndërtoi Tirana Bulevardi, që është fiks fare në bulevardin e ri të Tiranës, besoj që është do jetë epiqendra e re të gjithë Tiranës, jo vetëm gjithë Shqipërisë, disa epiqendra të re. Po, ne po bëjmë disa epiqendra, por këtë epiqendër është e sigurt që do jetë një epiqendër shumë e madhe. Dhe normalisht edhe unë do kaloj prapë edhe një herë këtë, për gjithë ato që po na ndjekin, do kenë në strish edhe numrat e telefonit që mund të interesohen për këtë projekt kaq që Pajtoni Group sjell në bulevardin e ri. Po e parashikuar para shumë gjithë kjo godin kaq e madhe se ndoshta nuk e cekëm, nuk e di se harrojmë ndonjëherë. Po sa apartamente bëhet fjalë brenda këtij objekti? Bëhet fjalë për rreth mbi 400 apartamente. Dhe kanë ndonjë ndarje të posaçme, për shembull apartamente, zyra, gjitha këto, ashensorë. Po, siç e thash, domethënë katet e para, kati përdhe janë për njësi shërbimesh, njësi shitjesh, pastaj 6 katet e tjera janë për zyra. Katet e sipërme që janë për banim, normalisht kanë akses në veten, pra secila biznesi dhe banimi duhet të kenë akses të ndara. Kështu që kemi ashensorë të dedikuar për banimin, shkallë të dedikuara për banimin. Pra gjithë flukset kanë të ndara, patjetër. Gjithë secili do mund bëjmë fjalë që kemi rreth 14 ashensorë. Rreth 14 ashensorë. Jo rreth, po 14 ashensorë. Ka ashensorë. Okej, so unë gjithmonë prijojmë që ti marr me rreth, por janë 14 ashensorë. Po, kemi 6 ashensorë për biznesin, pra nga 3 njëra kull, 3 kulla tjetër. Sepse ne kur e shohim objektin na duket si një tër, po faktikisht janë kulla, është një. Edhe është një gjë shumë e bukur se ka atë gjë në mes, e duhet si një, sikur do ngrihet kështu. Po janë. Por teknikisht si është? Janë 2 kulla që ato lidhen në bazë. Pra kemi këto 6 katet e para që janë që bashkëveprojnë, janë të lidhura, dhe pastaj fillon të shputen avash avash derisa ribashkohen prap në katën 21. Në pikën afër kulmores. Nuk ka kulm fare. Aha, okay. Në pamje po. Okay. Por në strukturë ne kemi një urë gjigande që fillon në katën 21 që lidh dy objektet. Ne do të cekim pastaj tek inovacione. Dhe këtu do të dija pikërisht. Mund të më thuash pak kush nga studiot kanë kontribuar në gjithë të gjën dhe si është ndikimi i tyre në gjithë procedurat që vetë Pajtoni Group ndjek në ndërtimin e këtyre ndërtesave gjigande. Këtë projekt dhe në shumë të tjera, studio projektuese arkitekture, kemi me VRDV Studio, është një ndër studiot më të mira në botë. Edhe në Shqipëri ka pas goxha impact, do të thonë goxha angazhim. Gjithashtu në anën inxhinierike të gjës, pra gjithë teknologjia, gjithë mënyra se si zhvillohet, supervizohet nga ARUP. ARUP është po prapë një ndër është po themi studia më e konsoliduar inxhinierike në botë. Që ndjek hap pas hapi çdo lloj planimi që pas hapi që në fazë konceptimi, pra si e konceptojmë anën inxhinierike, se ana inxhinierike kur e themi kështu me dy fjalë, po ka shumë në aspekte të tjera, domethënë. Si nga ana e environmentit, pra si ndikon ky objekt i ri që po bëjmë në environmentin ku po e bëjmë. Apo i sjellim dëme apo i sjellim të mira. Si në anën strukturore, si në anën mekanike të objektit, pra në gjitha disiplinat ARUP kujdeset që t'japë më të mirën. Edhe ta supervizoj deri në pikën e dorëzimit që klienti do realizojë ashtu apo nuk realizojë ashtu. Okej, pra një investim totalisht i sigurt. Ne si Pajton, domethënë kemi mendjen e fjetur nga ky aspekt që po bëjmë aq që duhet bërë. Po bëhet më e mira për këtë lloj godine, për këtë lloj objekti. Edhe për gjithë komunitetin që do jetojë brenda kësaj godine, kështu që padyshim, pa diskutim më te cilësia, tek mënyra se si do ndërtohet e gjithë gjëja. Diçka që duhet cekja tek Tirana Bulevard tjetër. Çfarë si mund ta përshkruani Tirana Bulevardin si një objekt me 3 fjalë ose diçka, se duke qenë që ju merreni çdo ditë me këtë punë, se nëse do më shikosh mua, unë them një arkitekturë e bukur, një investim i sigurt, edhe një kthim investimi prapë i sigurt nëse do merret nga dikush për investim. Po në ana juaj si arkitekt që ndesheni çdo ditë me këto punë. E para do ishte fjala sfidë. Okej.
Pra, ky projekt është një sfidë nga fillimi deri në fund. Sfidues që nga ideja, që nga realizimi, që nga koncepti, që ne mos kemi një objekt masiv, blok që na prish pamjen. Pra, vetëm pamjen mos e prish. Është krijuar një volum që ty të lejon transparencë, ty të lejon mundësinë për të pa qiellin, për të pa përtej. Pastaj vazhdon me gjithë zgjidhjet inxhinierike, pra sfida se si të realizohet gjithë kjo gjë. Edhe tash po ecim dal nga dal. Aktualisht jemi po dalim në 4-0. Kur dalim në 4-0 është si më thonë që zorë dorë mbi ujë. Super, kështu që për gjithë ato që Tirana Bulevardin duhet ta shikojnë si një investim shumë të mirë ose duhet marrin më shumë informacione, kontaktojnë në numrin e telefonit dhe direkt. Një nga gjithë agjentët tonë ose departamentet tona është në dispozicionin tuaj. Dhe dua të kaloj pasi folëm për gjithë të mrekullit bukur që Pajtoni Group sjell në zemër të bulevardit të ri me një investim gjigant, kalojmë te një nga projektet që unë personalisht e kam shumë qef dhe nuk di e pas ketim duket atë katalogun shumë mirë. Unë e kam shumë qef dhe dashuroj që është Lakeshore Residence, e ardhmja në liçenin e Farkës. Kështu që unë dua të di pak a shumë ambri se si lindi koncepti i Lakeshore Residence, çfarë mund duhet të dim për këtë projekt. Nga Tirana Bulevard, që është një objekt shumë katësh, kalojmë në rezidenca me vila, ku gjejmë vila 3 katëshe në përgjithësi, që janë jashtë Tiranës, janë pozicionuar afër, po është fiks në pedonalen e re që do të ndërtohet tek liçeni i Farkës. Koncepti ka lind si nevojë që njerëzit që duan të shmangin nga qendra, nga lëvizja, nga fluksi i Tiranës, të shkojnë në një zonë pak më të qetë, pak më. Pra nga një jetesë urbane në Tirana Bulevard, ti ke një opsion zgjedhje, ti jetosh midis vilave dhe liçenit në Lakeshore Residence. Ne kemi gjitha mundësitë e zgjedhjeve. Super fare. Po kur keni marrë iniciativën për të bërë këtë lloj projekti, u frymëzuat nga natyra e Farkës apo nga koncepti i një jetese moderne? Se le të themi që përgjithsisht një jetesë moderne është jetosh jashtë qytetit, është zhurmësia. Të dyja. Domethënë edhe jetesa moderne, sepse njerëzit domethënë kanë këtë frikën që po i ikin qytetit, që po i ikin qendrës, që po i ikin gjithë faciliteteve që qendra të ofron. Por faktikisht ti po shkon në një zonë që i ka gjitha, po prap. Je jashtë qendrës Tiranës, je shumë larg, je shumë afër më. Ti për 10 minuta me makinë ke rrit po prap në Tiranë. Jam kujdesur që gjithë facilitetet të jenë brenda këtij kompleksi. Po jo vetëm facilitetet. Është dhe pjesa e natyrës që ti gjen te ky kompleks. Pra, si janë integruar këto vila, si janë integruar këto banesa në natyrën që Farka të ofron. Bravo. Dhe unë pikërisht këtë doja të të pyesja se si është integruar kjo arkitektura e bukur, organizimi i vilave në hapësirat e gjelbëruar dhe në gjithë mënyrën e organizimit. Se për sa vila bëhet fjalë? Bëhet fjalë për rreth 40 vila. Si janë të organizuara këto 40 vilat në këtë hapësirë të gjelbër? Shumë thjesht, shumë bukur, shumë estetikisht. Okej, kështu që shikohet prap gjithë renderat sa bukur janë tjetër. Ideja dhe logjika është follow the nature, pra ti ndiq natyrën, edhe duke marrë për bazë gjithë linjat e tokës, izoipse siç e quajmë ne, pra në momentin kur ne objektet i vendosim siç natyra ta ka ofruar të felhurën, atëherë ti ke shumë të thjesht që krijosh këtë lloj koncepti që asnjëri nuk i prish pamjen apo mundësinë tjetrit nga mbrapa për ta shijuar natyrën që ka përballë. Pra gjithë vilat janë të vendosura. Gjithë vilat ka një shkallëzim nga njëra te tjetra edhe ka një mundësi shumë mirë për këtë mundësi. Po, cilat janë disa karakteristika dizajni në fasadën e përdorur në vilat e Lakeshorit? Ka ndonjë karakteristikë të veçantë? Karakteristika janë të thjeshta, domethënë është ideja që po prap tek natyra të mblidhemi, materiale të thjeshta, gur natyral të zonës, ngjyra të tokës, ngjyra të lehta, furdërimi i drurit që e gjejmë tek hiezusat, ose në sipërfaqe ndryshme veshjesh, që gjithmonë ta ndjejmë veten, pra jemi në natyrë, kemi bërë këto vitat, po prap natyrën e kemi integruar në çdo cep. Po, me sa kam vënë re përgjithsisht kur flasim për vila në natyrë, besoj që edhe të gjithë fasadat e para janë kështu të mëdha, të hapura që ti kur je pranë natyrës, kesh mundësi ta shikosh, jo ti je brenda një dritare minimaliste, po të kesh vetrata të mëdha, të hapur, që ti hapësh, kesh mundësi që ta ftosh natyrën brenda shtëpisë tate.
ti hapesh natyrës. Pra nuk flasim më për pengesa drite, gjitha gjëra këto sepse janë zgjidhura. Kam një kuriozitet se duke i qenë që gjithë vilat janë të vendosura në pozicionet me shkallëzim, si është ndar puna midis arkitektëve dhe inxhinierëve në realizimin e këtij projekti, sepse mendoj që është pak terren i vështirë të punosh në këtë renditje në këtyre vilave. Është shumë i vështirë, sepse terreni i thyer, terreni i perrë gjithmonë sjell sfida, edhe sfida e tillë është që ke sa më pak ndërhyrje. Pra, ti sa më pak ta cenosh natyrën. Arkitekti ka pak më të thjeshtë në këtë situatë, pra e koncepton në letër, në kompjuter. Inxhinieri do të japi ca zgjidhje se si natyrën ta preki sa më pak. Neve e konceptojmë, por zgjidhja teknike pastaj është edhe duhet ndihma patjetër e inxhinierëve që i vëmë një kështu që natyra është integruar aq bukur në këtë projekt, saqë gjithandej me pedonale, me hapësira shpushqimesh, me pedonalja është një mundësi që do ofrohet nga bashkia, sepse pedonalja do jetë pjesë e rizhvillimit të liçenit Farkës. Pastaj patjetër që edhe vetë kompleksi nga brenda ka shititoret e veta, ka rrugicet e veta, dhe mundësit për të pas një jetë më të qetë, më komunitative. Pra, ketë një komunitet që ndërvepron me njëri tjetrin. Kesh mundësi që të shkosh te komshiu dhe aptosh me bë një xhiro rreth rrotës. Pra më flasim këtu për një projekt gjigant që është totalisht elitar, është një projekt që mbledh gjithë komunitetin e vet aty brenda me siguri. Besoj se edhe këto gjërat e tjera nuk rretohen më se siguria real që te ky rezidencë ti ke një port hyrëse, pritse që do ketë një rojë, do ketë si gjitha komplekset moderne elitare sot që kanë disa standarde minimale që duhet i kesh, kështu që tu nuk bëjmë fjalë për minimale, ato patjetër që janë maksimale. Morëm disa këshilla shumë të vlefshme për Lakeshorein ku na ofrohet çdo gjë. Pamje, atë pjesa e shëtitores, parkim dedikuar, pishin në çdo vil, parkim personal në çdo vil. Kështu që ka ngelur vetëm të themi ashtu siç thotë Lakeshore Residence, jeto ëndrrën. Kështu që të gjithë ato që kanë investuar do investojnë në Lakeshore, mund ta jetojnë ëndrrën në Lakeshore Residence. Kështu që e mbyllëm me Lakeshorein dhe kalojmë te një pjesë tjetër, që janë ndërtimet në jashtë Tiranës. Dua të vazhdojmë akoma me këto që ne aktualisht po sjellim, që Pajtoni Group po sjell. Dhe flasim pak për ndërtimet në Green Coast, në Palas. Unë dua të di se ku është i pozicionuar Pajtoni Group në ndërtimet e Green Coast aktualisht. Green Coast, Pajtoni është i angazhuar në 5 nga plotët që po zhvillohen. Bëjmë fjalë për plotin G2, plotin W dhe plotin E. Këto janë plote me vila. Bëjmë fjalë për te ploti G2 kemi vila pak më elitare dhe te plotet e tjera kemi vila më ekonomike, le të themi. Pastaj kemi edhe 2 plotet e tjera që janë me apartamente, pra me objekte disa katëshe. Tu bëjmë fjalë për një arkitekturë mezetare, përdorimet e materialeve natyrale, të gurit, të drurit, të suvas tipike që është gjendur në zonat tona apo në zonat e tjera të Zeut. Mbaj kemi një koncept shumë interesant. Shumë mirë, pra dhe me thënë të gjithë ne që duam të kemi një shtëpi pushimi në Green Coast, Pajtoni Group ne ofron atë gjitha. Ofron edhe vilën elitare, ofron edhe një vilë pak më ekonomike, dhe apartamentet. Dua të di pak më shumë zgjedhje pafund. Dua të di pak më shumë si është vizioni i pamjeve të këtyre apartamenteve, vilave, na trego pak më shumë. Gjitha këto apartamente, gjitha këto vile patjetër që kanë pamje direkt nga deti. Të pacinuar nga komshiu është pjesë e konceptit. Gjitha kanë pishina, gjitha kanë parkimet e dedikuara, kanë depo. Po apartamentet janë të gjitha me pamje nga deti apo janë edhe nga mali, kanë ndonjë gjitha me pamje nga deti? Të gjitha. Pra flasim për apartamente që kanë si nuk kishte. Po, të investosh në Green Coast edhe mos të kesh një pamje nga deti. Tjetër. Flasim për vilat, për apartamente, për vila elitare, pak më ekonomike, çon si ka. Cila është studio e arkitekturës që po ndjek të gjithë këtë projekt gjigant që nuk ka mbetur njëri pa e ditë Green Coasting, kështu që bëjmë fjalë për një studio prestigjioze, ndërkombëtare, që
Kam marrë pjesë në dhjetra projekte të ngjashme në përgjithë botën. Bëjmë fjalë për Emre Arolat Architecture Studio. Është një studio me origjinë turke, por ato projektet i kanë për hapur kudo në botë, kështu që ka një kulturë shumë gjerë të turizmit. Kur folëm për Tirana Boulevard, flasim për jetën urbane. Kur flasim për Green Coast, flasim për Bregdetin. Çfarë është integruar nga Mesdheu, nga ato gurët tonë, nga ku është inspiruar gjithë kjo studio e arkitekturës për të realizuar këtë projekt kaq gigant? Ka ndonjë karakteristikë? Karakteristikat kryesore që janë përdorur në këtë projekt janë materialet tipike të vendit. Gur natyral të zonës, materiale gjelbrime të zonës, pra ne fusim sepse gjelbrimi është element shumë esencial në këtë projekt, duke filluar që nga oborret e duke vazhduar deri në pjesën e terracës, sepse terracët i kemi gjitha gjelbruara. Dhe çdo bim është menduar, është përzgjedhur se çfarë i shkon vendit, çfarë i duhet vendit, dhe jo vetëm çfarë i shkon. Po duke pas konceptin se si ta pastroj ajrin, se si të jetë sa më friendly me përdoruesin. Që kemi një parashikim të plot se si do funksionojë kjo. Në gjithë të mori ndërtimi të madh në Green Coast, plotet e Pajtoni Group, ku pozicionohen të çfarë veçorie kanë? Do me thënë, se dikush mund të zgjedh Pajtoni Group që ta investojë në një vilë ose apartament. Po, shumë e thjeshtë dhe përgjigja. Këto plote kanë pozicionin më të mirë strategjik. Sepse janë gjitha plotet më afër detit. Ne përveç këtyre ploteve kemi prapë edhe plote tjera që i kemi në proces që do fillojë ndërtimi. Po prapë po të njëjtin potencial sepse janë gjitha në zonën më të mirë, më afër vijës bregdetare. Kështu janë të pozicionuara si mundësia shumë e mirë për të renditura shumë mirë. Në rregull, jemi prapë nga deti, do ngelemi në det. Kështu që le të vazhdojmë të kalojmë tek projekti tjetër që është Vlora Marine. Unë dua të di pak më shumë se ku pozicionohet Pajtoni Group brenda kompleksit të Vlora Marine. Më thuash disa detaje kryesore. Ploti i Pajtoni Group është i vendosur në zonën verigjendore të Vlora Marine. Zë një sipërfaqe rreth 3200 metër si gjurmë. Ka rreth 20.000 metra katror ndërtim. Është i përbërë nga 3 objekte që ka një formë që luajnë me njëra tjetrën, do të thënë gjithë objektet në formë shkallëzimesh, në mënyrë që të krijohen sa më shumë lirshmëri ndërmjet objekteve dhe mos ketë atë trysninë e shtypjes edhe të densitetit të tepruar urban. Pra, ne po ndërtojmë një zonë të mirë formuar, por me lirshmërinë e vet, pra me elasticitetin e vet. Bëhet fjalë për godina rreth 12 kate banim që kanë një zbritje tek njëra tjetra, duke ulur me terracime, me veranda, për të krijuar një mundësi që secili të ketë hapësirën e tij private, për ta shijuar detin, për ta shijuar natyrën. Pajtoni Group, çfarë tipologjish ofron në Vlora Marine? Në cilat janë tipologjitë, çfarë ofron? Në këto plot ne ofrojmë njësi banimi dhe njësi komerciale. Njësitë e banimit i kemi të tipologjive të ndryshme, duke filluar 1+1, 2+1, 3+1 dhe duplekse, ndaj mundësitë janë të ndryshme. Kështu që kushdo që dëshiron të investojë në Vlora Marine, është i hapur që të zgjedhë të Pajtoni Group, të ploti i Pajtoni Group, klik te website-i, klik edhe merr çdo informacion të mundshëm. Ne folëm për gjithë studiot e arkitekturës në Vlora Marine, në gjithë të marinë të madhe me një pozicion kaq strategjik në qytetin e Vlorës dhe me një ndërtim kaq cilësor dhe çdo gjë që do na ofrojë kjo. Cila është studio e arkitekturës që po zhvillon këtë projekt kaq të madh? Studio arkitekturës në këtë rast kemi designerin, më thonë, të huaj, ZDGA Studio, ndërsa arkitekti lokal është i ri. 2 studio shumë të konsoliduara, që shkojnë shumë mirë me njëra tjetër. Folëm të këtë gjitha për gjithë pjesën e fasadave të jashtme të objekteve. Çfarë e veçon dizajnin e kësaj fasade të Vlora Marine? Fasada është edhe forma e objektit njëkohësisht, sepse është ajo që ne shohim nga jashtë dhe duke pa volumetrinë që objektet kanë, na indikojnë një fasadë thjesht, minimaliste, pra ka këto shkallëzime që ne përmendëm. Gjithashtu ka një veshje, ka një
doppio fasadë, një double skin që uniformizon objektet. Edhe ti e lexon që jenë në të njëjtën lagje, në të njëjtën ambient, në të njëjtën në të njëjtën komunitet që përkend. Unë dua të di pak a shumë Ambri edhe në vizionin tuaj si arkitekt. Si mendoni se Vlora Marin do të ndikojë në këtë zhvillimin kaq të madh të turizmit elitar në Shqipëri? Se flasim për një marin elitare, nuk flasim për gjëra të vogla. Do javi mundësi shumë dhaja për investime, patjetër, sepse bëjmë fjalë për ky lloj investimi që po bëhet në zemër të Vlorës. Ndaj mundësitë për të investuar, për të kapë shansin, janë shumë dhaja. Kështu që të gjithë ato që duan që të investojnë në Vlora Marin, direkt numrin e telefonit, ne japim do informacion do jetë i drejt për drejt në vitet e ardhshme. Mbaruam me gjithë breakdating. Mbaruam me gjithë investimet se çfarë Pajtoni Group po ndërton. Kështu që le të flasim pak edhe për projektet që aktualisht Pajtoni do të sjell në ndërtim në Tiranë. Kështu që le ta vazhdojmë tek projekti gjigante. Le të kalojmë te projekti i parë, Lepidoptera Tower. Ku pozicionohet ky projekt, Ambri? Lepidoptera Tower ndodhet në Zogun e Zi, në pikat më strategjike, në nyjet me fluksin më të lartë të qarkullimit. Ndodhet në zonën veri perëndimore të Zogut të Zi. Ka një plot jo shumë të gjerë, pra nuk zë një sipërfaqe shumë të madhe, sepse ajo ngushtohet dhe ka një formë shumë estetike, le të themi. Edhe renderat janë duke i parë dhe shikojmë pak a shumë, po unë dua të di fiks fare Ambri në sa kate bëhet fjalë për këtë ndërtesë mbi tokë dhe nën tokë. Kemi 34 kate mbi tokë dhe 6 kate nën tokë. Ndër të cilat në këto 34 kate kati për dhe është patjetër për shërbime, për shitje. Dhe pastaj kemi 11 kate zyra. 11 kate që do i ofrohen vetëm zyrave. Vetëm zyrave. Pastaj kemi 20 kate banim. Që kemi një cool të mirë field, të mirë kuptimin e fjalës. Në çfarë i bëm këto ndarjet, po tipologji do jenë po njësoj. Kemi tipologji të zakonshme, 1+1, 2+1, 3+1, të sipërfaqeve më optimale që secila tipologji duhet të ketë. Pra, është menduar edhe optimaliteti gjithë. Mos ka përcejmë në planimetri të tezmadhuara apo për llojin e njësisë që po ofrohet. Apo themi kemi 1+1, duhet të ketë sipërfaqen sa më optimale, jo egzageruar. 50 metra, 90 metra, siç ndodhen ndonë. Cilat në këtë projekt ka gjigant në kullën e Lepidopterës? Cila është studio arkitekturore e cila ka kontribuar në gjithë këtë mrekulli, them unë? Qoftë në anën inxhinierike, qoftë në anën arkitekturore. Në anën arkitekturore kemi Gang Studio, bëhet fjalë për një studio shumë prestigjioze në kombëtare. Edhe nga ana inxhinierike po prap kemi Arupin. Arup është në zemrën tonë, në zemrën e Pajtoni Group, sepse bëhet fjalë për një kull që patjetër ka vështirësi shumë të larta për realizim, edhe këshillat e Arupit, supervizimi i Arupit është i domosdoshëm. Domethënë gjithë të projekt gjigant që po vinë. Flasim dhe shikojmë një objekt kaq të lartë, kaq të bukur. Cilat do jenë elementët qoftë në pjesën e fasadës, por edhe në ndërtimin e komplet kësaj ndërtese, që të jetë e qëndrueshme si ndërtesë, por edhe moderne, se në fund fare kohat po vjen, moderniteti po ec. Lepidoptera ka një formë shumë interesante, shumë elegante, ka një formë eliptike në prerje tërthore, po ta shikojmë. Fillon nga baza pak më gjerë dhe fillon duke u ngushtuar nga lart derisa man uniformitetin që ofron. Ka një fasadë teknologjike shumë interesante që krijon thellësi të objektit, pra kemi një double skin të quajmë, ku krijon hyjezim të objektit, sepse duhet mbrojemi nga brenda. Sepse jeni cool që rrezatohet në gjitha anët nga dielli dhe nuk ka mbrojtje nga asnjë anë. Duhet të vetë mbrohet. Koncepti i fasadës nga Gang Studio është konceptu po prap duke u referu tek natyra, duke shfrytzuar gjithë potencialin që natyra ofron. Edhe këtë rast, ku flasim Lepidoptera Tower, pra bëjmë fjalë për fluturën. Lepidoptera vjen si flutur, është nga latinishtja. Dhe ne gjejmë gjithë tiparet e fluturës të ndërtuar në këtë kull, duke filluar nga format shumë elegante që janë tek Jezusa, tek vet kulla,
që ka, edhe deri tek ngjyrat, te paleta e ngjyrave që është përdorur. Që është marrë nga gama, domethënë flutrat kanë pafund ngjyra, por në këtë rast jemi tek tonalitetet e blues, të lelas, tek që do marrë gjithë fasada e lepidofterës. Si është menduar pjesa e duke qenë që është komplet një kull e tilloj. Si është menduar? Si është menduar i gjithë pjesa e balkoneve, hapësirave? Çdo apartament ka balkonin e vet. Pra kemi një pamje 360 gradë, ku secili balkon ka mbrojtjen me hiezusa, ku ti të kesh mundësi ta shfrytëzosh dhe ta shijosh pamjen edhe në verë edhe në dimër, sepse patjetër në verë do kesh më shumë probleme, por ti të pak në një mbrojtur dhe është mendu nga projektuesat kjo gjë. Në këtë kull, cilët janë teknologjitë smart që mund të integrohen në këtë kull, që është edhe në favor të gjithë atyre që mund të investojnë nesër në këtë kull. Kur bëjmë fjalë për kulla, gjithmonë teknologjia është kryefjala, sepse nuk mund të realizojmë një kull pa pas një teknologji shumë të avancuar, sidomos në të lloj lartësish që bëjmë fjalë, sepse duhet sigurojmë autonomi të objektit në çdo lloj rasti avarie, në çdo lloj problematike që ka. Si në transport, si në evakuim, si në mbrojtje nga natyra, si në shijimin e natyrës, sepse ne pse po bëjmë këtë gjë, domethënë ta përjetojmë në ambientin. Ndaj gjithë fasada është një teknologji në vete, duke filluar nga anë të xhamta, pra teknologjia e xhamit, teknologjia e fashaturave, teknologjia e gjithë shtresave që përdoret është, ne tentojmë bëjmë përdorim teknologji më të mirë kohës. Objekti ketë një funksionalitet dhe jetë gjatësi minimalisht 50 vite që quajmë ne, po kjo është minimumi. Aq më shumë kur flasim për modernitet kaq të madh dhe objekte kaq të mëdha. Për gjithë ato që duan ta investojnë në këtë projekt dhe duan që të marrin më shumë informacione, patjetër mund të kontaktojnë në numrin që kanë në strish poshtë. Le të kalojmë në një projekt tjetër që unë dhe këtë projekt e dua ekstremisht shumë. Dhe kalojmë tek projekti Pajtoni Residence. Ambri, do të më thuash pak si ka lindur ky koncept? Çfarë përfaqëson ky projekt në zhvillimin e Tiranës, sepse unë shikoj tamam një zhvillim të ri të Tiranës në këtë projekt. Qëllimi parsor i këtij projekti është integrimi i natyrës me jetesën urbane. Pra, si ne ta përmirësojmë këtë jetesë urbane duke integruar sa më mirë natyrën për të dhënë një impakt jetesës tonë. Super. Unë sloganin e dashuroj, sloganin që ka Pajtoni Residence dhe është pikërisht epiqendra e re e Tiranës. Çfarë e bën këtë projekt të marrë një rol kaq shumë të rëndësishëm në jetën urbane të gjithë qytetit të Tiranës? E quajmë epiqendër jo vetëm për metrat katror, që bëjmë fjalë për 155.000 metra katror në Ardim, por edhe për sensin e fortë komunitar që synon të përcjellë ky objekt. Dhe si është menduar i gjithë organizimi i kompleksit, Ambri? Mund dim ndoshta pak më shumë? Projekti është konceptuar me 11 godina, ku fillon nga kati 14, pra një godina më ulët po themi është 14 kate dhe godina më lart është 30 kate. Po ti shohim nga profili, pra se si kjo volumetri është ndërtuar, ka një profil si gjysmëhënë në ngritje, po. Risia në këtë rezidencë është që në katin 0, pra në katin bardhe, ne të mos kemi asnjë makinë. Të jetë komplet e dedikuar për këmbësor. Okej, gjithë makina duhet të jenë në nën tokë. Pra e gjithë rezidenca është totalisht pa makina fare. Është dedikuar komplet për ato që banojnë mbi tokë, patjetër. Nën tokë do kemi gjithë parkimin të dedikuar, të parashikuar për gjithë godina patjetër. Edhe bëjmë fjalë për 3 kate parkim nën tokë. Duke marrë parasysh që do jeni si ndush floti ka. Okej. Bëhet fjalë për mira vende parkimi. Që se kam shifrën e saktë tani, por pra pavarësisht se i kemi të ndara të gjithë këto objektet nga njëra tjetra, në thonë 11, nën tokë është shfrytzuar për totalisht para shfrytzuar dhe e lidhur. Pra kanë komunikim gjithë secili nga me njëra tjetrën. Ndërsa kati 0 është kati 0 është pjesa e parë ku takohesh ti me natyrën. Okej. Pra edhe katin 0 ne nuk e kemi një kat të thjeshtë, të drejtë, të sheshtë, por ka ato kurpëzimet e veta, ka ato lëvizjet në altimetri që ti jo vetëm ta kesh natyrën thjesht gjelbrim, por ti ta përjetosh siç është natyra në të vërtetë. Okej, kodërza
Pra e gjithë ngritje. E gjithë njësia do ketë dhe hapësira rekreative për gjithë njerëzit që Patjetër. brenda rezidencës. Ambiente komerciale, po flasim? Ambiente komerciale, gjithë gati për dhe drejt i mbushur me ambiente komerciale. Pastaj ne kemi një platformë lidhëse. Pra për gjithë godinat në katin e 5, gjithë ato lidhen me njëra tjetrën edhe një herë, përveç se në katin 0. Okay. Pra ne natyrë nuk e kemi vetëm në katin për dhe, por kemi natyrë po prapë edhe në katin e 5. Dhe në të pjesë po prapë kemi ambiente shtesë rekreative, sepse ne po heqim nga natyra në katin për dhe, e marrim dhe e çojmë lart. Okej, dhe çfarë do ketë në katin e 5? Në katin e 5, përveç gjithë faciliteteve që do ketë, do ketë piscina, do ketë ambiente pushimi, do ketë edhe një pistë vrapimi. Okej. Fjalë për 1 kilometër pistë. Wow, 1 kilometër pistë integruar në katin e 5 në fest, ku lidhen të gjithë 11 pikërisht, 11 objekte. Prandaj edhe dalim tek pika që pse është epiqendra e re e Tiranës. Okej. Gjithë të mundësi që të ofron. Pra tamam, Ti nuk ke nevojë pse të dalësh nga kjo zonë përveç dëshirës. Shumë se ke dëshirë, por për nevojat i se ke. pra për një investim kaq sigurt, kaq të mirë, i ke çdo gjë brenda gjithë rezidencës që ti do bësh. Tani, po shikojnë gjithë ato që po na ndjekin, normalisht edhe gjithë renderat sa i bukur është objekti. Po cila nga studiot arkitekturore ka kontribuar në epiqendrën e re të Tiranës që e mban emrin Pajtoni Residence? Këtu në të rast kemi po prap një studio ndër më të mirat në botë. Dhe bëhet fjalë për studio RCR Architectures. RCR është studia që jo shumë larg ka fituar Oscarin, le të themi, të arkitekturës. Ne kështu e quajmë Pritzker Prize në arkitekturë, është si të marrësh Oscarin. Ndaj kemi kënaqësinë dhe nderin të bashkëpunojmë me një nivel tillë studiot. Pra, e njëjta gjë edhe si në projektet kullat e tjetër, Lepidoptera, njësoj vazhdojmë dhe ndjekim punimet këto kompanit kaq prestigjioze botërore. Patjetër. Kështu që një hap galopant për Pajtoni Group. Domethënë për të arritur standardet që ne pretendojmë, jo vetëm të cilësisë ndërtimit, sepse ne sigurohemi vetë që bëjmë më të mirën për cilësinë, por gjithmonë estetikën, konceptin, logjikën, ne kemi sigurinë që po bëjmë më të mirën. Me që u të pyeta për disa nga projektet, se si mund ta përshkruash me 3 fjalë projektin. Ma përshkruaj Pajtoni Residence me 3 fjalë. Se pastaj do t'i them dhe unë 3 fjalë. Autonomi, bashkëveprim komunitar, edhe qetësi shpirtërore. Pra ti kur je në të zonë, e ke sigur që nuk të duhet të dalësh nga kjo zonë. Qetësia shpirtërore patjetër që ofrohet nga gjithë kjo natyra që të rrethon kudo. Shqeja ku jemi. Je safe të bësh investim. 3 fjalë që do them unë. Ndodhet pas qendrës Pajtoni, prandaj dhe mban emrin Pajtoni Residence. Mendoj që është një nga investimet më zgjuara të gjithë njerëzve që do të investojnë në Tiranë, edhe nuk e ka kot atë epiqendra e re të Tiranës, sepse me kaq shumë sa folëm, facialitete, gjitha këto të mira që të ofron, e meriton me vërtet epiqendra e re të Tiranës. Kështu që kush ka dëshirë edhe një herë, nuk është se meriton se ne kemi dëshirë. Patjetër, vërtet gjithë objekti flet vetë. Po, ndaj, kështu që nuk ka lënë një objekt tjetër. Fjalët janë pak përshkruese, por momentin kur ti e njeh konceptin, e njeh objektin, edhe e lexon edhe volumetrin, pra ti kur sheh për renderat, kur e themi në gjuhën tonë, po atëherë kupton tamam se ç'a epiqendre bëhet fjalë. Super. Tani kalojmë në një kull tjetër që Pajtoni Group pozicionohet. Më thuaj diçka për kullën Great Ring Rock. Sa kate do kemi mbi tokë, nën tokë dhe ku pozicionohet ky objekt? Ky objekt pozicionohet në unazën e madhe të Tiranës, në pjesën veri lindore të Tiranës, në pjesën e kryqëzimit të unazës me Lanën. Aty është një plot i madh, le të themi, po ka një formë të zgjatur që na ndikon po themi në volumetrinë e objektit. Bëhet fjalë për një objekt që ka 30 kate mbi tokë, edhe 4 kate nën tokë. Bëhet fjalë për kat përdhe dhe kat plus 1 që është i dedikuar për njësi komerciale, dhe pastaj pjesa tjetër është për banim. Atëherë ambrit e ky projekt prap kontribues në gjithë gjë gjigande, kull gjigande të bukur, të mirë konceptuar, studiot, sepse kam shumë të rëndësishme. Studio projektuese design
kemi po prapë me vërë vend, si tek Tirana Bulevard, Arup, që vazhdon të ndjek punime patjetër. Duke filluar që nga konceptimi i objektit deri në ndjekjen e zbatimit në vazhdim. Dhe pastaj studi lokale që kemi po prapë X Plan Studio që janë ndër më të mirë që Shqipëria ka. Shikojmë nga jashtë gjithë pjesën e fasadës kaq të bukur, kaq interesante. Cili është mesazhi dhe vizual që synojmë për cilin me këtë fasadë kaq të bukur që ka ky projekt? Gjithmonë ne vazhdojmë tek natyra. Do thonë po të shikojmë volumetrinë e objektit, ne lexojmë një volum stoik, fuqishëm, që t'jep një impact në momentin e parë që ti e shef dhe nuk e harron kurrë. Po, dhe ne lexojmë një formë, një volumetri të gurtë që lidhet shumë mirë me xhamin, sepse ka një ndërthurje gurit me xhamin, edhe krijon një pastërti në fasadë. Pra, ka të rrudhosjen e vet, por ti lexon pastërtinë që xhami dhe guri intersektohen njëri tjetrin. Super. Ndonjë detaj tjetër që mund të ndash për këtë projekt? Ka plot detaje. Po të vazhdojmë të fasada, ne kemi një ndërthurje të pjesës e brendshme, pjesën e pra sa natyra është e pranishme në apartamentet që ne ofrojmë. Çdo apartament ka pjesën e balkoneve që kanë vazhdueshmërinë, por kanë edhe ndërprerjet e tyre. Se shikoj si një vi lineare. Po. Çdo dhomë, çdo living room, secila ka balkonin e vet. Në formën e ndryshme, nuk kemi pra balkonet statike të drejta drejtëndore, por kemi këto format natyrale ku patjetër kanë edhe sipërfaqe të gjelbëruara, sepse natyra duhet të jetë e pranishme në çdo objekt. Ambri, cilat janë teknologjitë që do integrohen në këtë projekt ndërtimi? Bëjmë fjalë për një objekt të kategorisë school, që niveli dhe vështirësia e realizimit janë po prapë shumë lartë dhe kemi nevojë për teknologji shumë sofistikuar. Duke filluar që nga transporti vertikal, pra duhet sigurojmë që mos kemi asnjë minutë vonesë. Pra, ti në mëngjes kur do me ikë për punë, mos presësh asensorin që po e merr tjetri. Po e merr, okay. Kështu që janë gjithë minutat, gjithë sekondat të parashikuara. Gjithë sistemet e mbrojtjes, pra në raste tërmetesh, raste zjarresh, gjitha duhet mirë parashikohen që gjithmonë objekti të ketë autonominë e vet. Edhe të sigurojë performancë. Gjithë fasada ka trajtim me xham, ndaj vëmendja ndaj kësaj lloj fasade duhet jetë shumë e madhe. Duhet një teknologji shumë avancuar, duke filluar që nga lastrat e xhamit, duke vazhduar tek profilet, duke vazhduar tek lidhjet që ka me soletat, duke vazhduar me shtresat që vetë soletat kanë. Çdo element është teknologji në vetë. Ne e shohim në total dhe nuk e perceptojmë mirë, sepse gjithë gjërat janë të fshehura, si kuptojnë. Por teknologjia është kyçi. Kështu që me një ndërtim kaq gjigant, kaq i mirë strukturuar, i bukur 30 kat, fantastik, unë e dua shumë, kështu si ndërtim është shumë nice ta shikosh. Dhe ju për gjithë ato që duan të investojnë, kështu që kanë numrat e telefonit shënuar, edhe për çdo pyetje pa qartësi, mund të kontaktojnë dhe gjithë stafi jonë është gati. Ne do kalojmë tek kulla e fundit që pajtoni grup sjell. Dhe jo më pak nga rëndësia, por kështu erdhi rënditja. Vazhdojmë me Gateway Tower. Çfarë përfaqëson ky projekt? Ky është një projekt tipit cool, siç vetë përmendë. Në këtë rast vjen nga një tjetër studio jashtëzakonisht e mirënjohur arkitekture, Big Bjerg English Architect, është një studio daneze. Edhe koncepti po prap po të shohim ka atë botën e Bigut, që tenton të sjellë në çdo projekt të tij. Bëjmë fjalë për një godinë shumë kashe, 30 kate godinë. Ka një volumetri shumë interesante, po ta shohim nga jashtë, domethënë volumetria lun me vertikalitetin e saj, pra ka linja vertikale që zgjaten dhe intersektohen me balkonet të secilit apartament. Pra çdo apartament ka balkonin e vet, patjetër, dhe çdo balkon ka gjelbërimin e vet. Super. Dhe unë dua të di pak Ambri, se e ka marrë sloganin Porta e Re e Tiranës dhe ku ndodhet, sepse është mundë hyrje të Tiranës. Okej, dhe fiks fare të terminali.
tek terminali. Po. Me që e quajtëm Porta e Re e Tiranës, unë dua të di si do ndikoj në hyrjen e qytetit, me që flasim për këtë godinë kaq gjigante. Po, do japi patjetër një impakt, që ti përballesh me një godinë të tillë që në hyrje dhe ti kupton në çfarë qyteti po futesh. Nga ata të pret. Identifikimi. Ndaj domethënë të jep një përshtypje se ç'a pritet. Çfarë ofron ky projekt? Si janë menduar të gjitha qoftë apartamentet, balkonet ose zonat komerciale? Më thuaj pak më gjatë. Bëhet fjalë për katin përdhet dhe katin +1 që kemi njësi tregtar, njësi komerciale dhe pjesa sipër, pastaj po pra vazhdoj me apartamente banimi, ku kemi të tipologjive ndryshme, 1+1, 2+1, 3+1, edhe duplekse, pra është më e gjerë gama e produkteve që ofron, ndaj mundësitë janë ndryshme për zgjedhës. Duke parë kështu nga ana vizuale, qikojmë të gjithë to simetrit të dala kështu në këto forme. Si është menduar kjo forma e kullës? A ka ndonjë simbolik ose diçka? Forma e kullës ka ardhur patjetër si pasojë e një procesi empirik që fillon dhe studiohet, duke filluar nga ploti, nga zona, nga intensiteti që ofrohet dhe mundësitë që janë për ta zhvilluar këtë pranë, këtë objekt. Dhe ideja është për akomodu gjithë mundësinë e zhvillimit në një objekt elegant, që të mos jetë një masiv, një element që ty të vret syrin. Ndaj është përdor kjo lloj gjuhe, kjo lloj stili që krijon një farë lloj kapilariteti në vertikalitet, edhe ty të jep përshtypjen që po shkon drejt qiellit me atë lloj forme. Se edhe kështu kur e shikon në mënyrë vizuale, ambri duhet ma shuash të kureshtjen. Është e ndarë se folën për Tirana Bulevardin, që është ngritur në 2 kulla dhe lidhen. Pra, edhe ky projekt sikur ta jep edhe shtypjen. Po, nuk është po ta shohësh nga lart, nuk është një kullë pasër siç ne jemi mësuar për shembull tek Lepidopera, që kemi një volum shumë të thjeshtë të drejtë që ngrihet, por këtu kemi një objekt që ka deri diku një formë L-je, që ti e lexon vetëm nga lart, ndërsa pasaj lart ajo vjen duke u shkrirë me njëra tjetrën derisa ka po themi një maje, një mbyllje me majen sipër. Super, unë e shikoj kështu nga jashtë dhe nuk e di pse, po më duhet si një projekt shumë nostalgjik. Kështu kur e shikoj nga ngjyrat, nga pjesa e jashtme, dhe dua të di disa nga karakteristikat të fasadës ndoshta. Po, projekt. Mos e ta jepat nostalgji nga ngjyrat, nga objektet e vjetra që kemi ne me tull, sepse po në rastin konkret kemi përdorim të gurit natyral, të gurit që e gjejmë në Shqipëri, e cila do trajtoj gjithë të volumet kapilare, gjithë të volumet e drejta. Dhe pastaj do kemi prap intersektimet me xham. Kjo do jetë si një pyrzamonik, ku do ketë gur xham. Okej, një shkrirje shumë e mirë e gjithë mënyrave, elementeve dalluese të fasadës. Çfarë bën Gateway Tower që të jetë ndryshe nga kullat e tjera që ne folëm në Tiranë? Kjo kull, ndryshe nga kullat e tjera, ka që nga forma që thamë, pra, që ka atë formën e L-s, rrjedhimisht ndikon edhe në zgjidhje dhe në atë shopping nga brenda. Dhe kjo forma pyrzamonik që përmendëm, po prap është e menduar që ketë një impakt nga brenda një herë, pastaj edhe nga jashtë. Pra që ty të japi mundësinë e hapjes ndaj natyrës, por njëkohësisht edhe që ti të mbrohesh nga natyra, sepse që objekti mos ketë mbidiozim, mos ketë të ruaj performancën, edhe ndaj energjive elektrike çdo lloj gjëre. Dhe besoj se si çdo projekt tjetër, ndoshta prap mund kemi kaq shumë gjëra, detaje për të folur, që ne ja zaurojmë me çdo individ tjetër të interesuar. 3 fjalë të tjera për këtë kull, me që i nisëm me nga 3 fjalë. Big, okay. Portë e Re e Tiranës, okay. Dhe nostalgji do e quaja. Nostalgji do e quash ti, po unë do e quaja po prap një mundësi të lartë investimi.
Besoj se i kemi azauruar gjitha dhe i kemi Nuk e dia i kemi zëruar gjitha me thënë drejtën, ka pa fund detaje për të thënë, por në minutazhin që na premton, besoj se kemi qenë të qartë për gjithë ato që na kanë ndjekur Ambri edhe për kaq minutazh, kështu që unë duhet t'ju jam shumë falendërues gjithë atyre që po e ndjekin këtë podcast, për gjithë ato që duan të investojnë në një prond që vet Pythoni Group po sjell në gjithë këto ndërtime kolosale të mëdha, qoftë tipologjive kulla apo qoftë vilave, Green Coast, kudo që ju mund ta gjeni veten. Telefonat në departamentin e shitjeve, të gjithë informacionet do ju vendosen në dispozicion. Kështu që ju përshëndes dhe shihemi në podcastin tjetër.